A ka qenë zote kujtëm Shola kryetari ati komisionit? Dëgjom, ne po flasim vetëm si profesionist. A ka qenë kujtëm Shola? A dini me cilin slogan keni ardhur? Krejt dhe drejt. Me që slogan keni ardhur pushtet. Ja u dosh atëherë me kënd të sinqert, me qytetarin ja është dosh tash. Xhafer, para kamera vjena. Ata që qesën pikën. Prandaj qytetarët e Kosovës e kanë ndje çdo ditë, ata që ballafaqohen me drejtsinë e kanë ndje që nuk ka pas asnjë përmirësim, përkundrazi ka pas keqësim të gjendjes në drejtësi, sepse qytetarët nuk kanë marrë drejtësi nga institucionet. Dhe kjo është përgjegjësi në radhë parë e kuvendit, për shkak të buxhetimit, e qeverisë, për shkak të alokimit mjeteve dhe pastaj edhe institucioneve tjera. Pra, në këtë rast, ky është një pranim i hapur i lëvizjes vetëvendose që kanë dështuar me planin A për veting në drejtësi dhe për me planin B. Nuk është ashtu, nuk është dështem sepse thash edhe një herë po e ripërsëris për arsye krejtësisht pragmatike dhe qytetarët janë të vëmendshëm që na gjykojnë dhe ne gjën e parë që nuk duhet ta bëjmë mos e tradhtojmë profesionin. Dhe këtu jemi për mos me tradhtu profesionin dhe dëgjom Xhafer, lutem. Ideja është ne po flasim nuk e tradhtoj kur profesionin, po flas vetëm si profesionist. A ka qenë zote kujtëm Shola kryetari ati komisionit? Dëgjom, ne po flasim vetëm si profesionist. Lidhja Demokratike e Kosovës e ka përkrahur vetingun, sepse ka qenë në jo, e ka udhëheq LDK-ja. Po natyrisht prandaj e kemi përkrahur. Për shkak dizajnit kushtetues, për shkak pamundësisë me i kalu amandamentet, për me shku me plan A. Thash, po jo be, je avokat, edhe e kupton, je në për sistem. Jo, e ushtron profesion avokat, se unë e di që e jurist, se pa u konë jurist nuk bësh avokat. Por me qenë se avokat, tash e deni jenë po, bashkë kemi kolegë shumë të vjetër, dhe tash në këtë situatë, Këshilli gjyqësor dhe Këshilli prokurorial është dakordu sepse janë 5 ligje cilat sidomos në çështjet e disiplinimit dhe të performancës. Po mirë Vigane, pse nuk e keni thonë, a nuk e ka ditë që të punë vetëvendosja kur e ka marrë pushtetin? A nuk e ka dita? Në thonë që duhet që kjo, kur ka thonë para 5 vjetëve, ka ardhur, a dini me cilin slogan keni ardhur? Krejt dhe drejt. Me që slogan keni ardhur pushtet. Tash mas 6 vjetëve po thoni s'po funksionon ai sistemi për shkak me planin nuk e zëvendëson kjo. Unë e thash se pa mundësi vetëvendosja ka ardhur në pushtet në 2021 ka qenë krejt dhe drejt. Pse nuk kemi qenë atëherë sinqert? Ja u dosh atëherë me kënd të sinqert, me qytetarin ja është dosh tash. Ose është e vërtetë atëherë kur keni thonë krejt dhe drejt, do të bëjmë drejtësi, ose është e vërtetë kjo që po i thëjmë tani. S'mund me qenë dy të vërteta, Vigan. Xhafer, para kamera vjena. Po pra, jemi para qytetarëve, jemi gjitha kemi integritetin tonë personal, studentët që na shohin e që i kemi ligjëruar, e që do t'i ligjërojmë. Për shkak të thash të mos tradhtimit profesionit, po flas edhe një herë një gjë shumë të rëndësishme që ka të bëjë me thash zoti Shola ka udhëheq këtë komision. Për shkak të pamundësisë. O Vigan, nuk ka rëndësi o pa. Ju 5 vjet. Labinoti, koha labinoti. Koha jam është 10 sekonda, sepse ky po mendon. Shola LDK-ja se ka detyrë me kalu punën e ju. E ka detyrë. 2019, jo. Për shkak dizajnit kushtetues na smujna me ndryshu këto. Okej, e thatë. Kjo pako e ligjeve që rrjedhin nga deklarata për bashkët e zëvendësi e zotimeve nuk e zëvendëson vetimin. Po pse keni thonë që në 2021 kur keni pas sloganin krejt dhe drejt o Vigan? Këto po pyes. Ata ja çesën pikën, kështu në këtë rast. Koha e labinotit, faleminderit.